Sektori peshkimit në qytetin e Vlorës përballet me vështirësi të mëdha. Rritja e çmimit të naftës ka bërë që shumë anije të mos dalin tashmë në det. Sipas informacioneve mësohet se vetëm pak kohë më parë çmimi i naftës për anijet e peshkimit ishte rreth 120 lekë për litër, ndërkohë që tashmë është në rreth 20 apo 30 lekë më tepër. Megjithatë, ky nuk është vetëm problemi i vetëm me të cilën përballen në sektorin e peshkimit në qytetin e Vlorës. Edhe porti në zonën e Zvënecit ka ende mjaft problematika të cilat pengojnë daljen dhe hyrjen e anijeve të peshkimit. Anijet e mbytura në zonën ku ankorohen anijet e peshkimit mbeten një problematike e madhe, edhe pse është folur shpesh për largimin e tyre nga zona e Triportit, një gjë e tillë nuk ka ndodhur, duke ndikuar drejt për së drejti në ankorimin e anijeve të peshkimit, të cilat janë detyruara të gjejnë alternativa të tjera. Sektori peshkimi në Vlorë përballet me problematika të mëdha, nga rritja e çmimit të naftës deri te mjetet e mbytura në Triport, të cilët pengojnë ankorimin e mjeteve lundruese. Ky sektor është vënë në kushte mbijetese. Rritja e çmimit të naftës e ka goditur ndjeshëm këtë sektor, duke bërë që disa prej anijeve të peshkimit të anulojnë daljen në det për ditë të tëra. Sipas informacioneve, çmimi i naftës në këtë sektor vetëm pak kohë më parë ishte rreth 120 lekë për litër, ndërsa është rritur në 20 deri në 30 lekë për litër më shumë. Kjo situatë ka ndikuar drejt për drejt tek peshkatarët, ndërsa në zonën e Triportit anijet qëndrojnë edhe për disa ditë pa dalë në det. Por kjo nuk është problematika e vetme. Një tjetër situatë shqetësuese lidhet me anijet e mbytura, të cilat pengojnë hyrje daljen e mjeteve lundruese dhe ankorimin e tyre në Triport. Edhe pse disa herë është folur për projekte për largimin e tyre, asgjë nuk ka ndryshuar. Ky shqetësim është ngritur disa herë edhe nga vetë peshkatarët, të cilët tashmë pranojnë se po përballen me vështirësi serioze, deri në kufijtë e mbijetesës. Ndërsa kjo problematik ekziston prej vitesh. Rritja e çmimit të karburanteve po përkeqëson edhe më tej gjendjen e këtij sektori.